unë nuk mbështes amnistin. Partia Demokratike nuk mbështet amnistin e bazuar në kuadrin ligjor që ka sill Edi Rama. Kjo është qëllimi i Partisë Demokratike. Por nëse amnistia ndodh, ti nuk mund të përjashtosh. Pse ai ka shkuar në gjykatë dhe tjetri nuk ka shkuar në gjykatë, ti s'mund të përjashtosh. Unë nuk konceptoj pse mund të përjashtohet ai që s'ka shkuar në gjykatë me këtë që ka shkuar në gjykatë për të kërkuar një drejtë. Nuk mund të jetë kur vetëm një kompani. Të garantoj që në gjykatë janë me qindra kompani, me qindra kompani. Por nëse ti hyn dhe fal ato të cilat nuk kanë shkuar në gjykatë dhe nuk fal ato që kanë shkuar në gjykatë, të cilat të paktën pretendojnë se kanë një të drejtë dhe guxojnë të kërkojnë të drejtën e tyre, ti bën një të pak minimumi, një pabarazi, por ne jemi absolutisht kundër këtij kuadri ligjor të amnistisë, e kemi deklaruar të kësaj amnistie, e cila fsheh kanalet e zeza të larjes miliarda eurove nga klanet e drogës, kartelet e drogës. Ne jemi kategorisht kundra. Në pamje të parë, i nderuar, kjo mund të duket se ne jemi kundër flukseve të parave. Jemi sepse është para toksike, është shkatërrimtare, është faktur që këto investime po shkatrojnë ekonominë shqiptare. Si po e shkatrojnë? Po e shkatrojnë me një me një mekanizëm kryesor dhe tjera pastaj, që është zhvlerësimi i euros. Nuk ka pa ndonjëherë në studio televizive të bëhet një emision për zhvlerësimin e euros dhe pasojat e tmerrshme mbi ekonominë shqiptare. Zhvlerësimi i euros me 35% do të thotë humbja me 35% minimumi e fitimit të gjithë kompanive të eksporteve që punojnë me euro. Do të thotë ndikim rënje prodhimi në bujqësi, në industri dhe rritje e madhe çmimesh. Do të thotë shok ekonomik. Edhe sot po lexoja. Merrni lexoni pak të dhënat e inflacionit për muajin nëntor të Instatit. Çfarë thoshin? U rrit çmimi i qirave. Po mirë, më thuaj pak. A ka paradoks më të madh se të rritet çmimi i qirave në një kohë kur janë në shkallë vendi mbi 200.000 banesa bosh dhe në Tiranë 60.000 banesa bosh, apartamente bosh. Si mund të rritet çmimi kur ka në kushte normale, kur ka dhjetra mijëra banesa të pashitura? Çmimi rritet se tregu është në kthetrat e drogës. Ndaj rritet qeraja, ndaj rritet çmimi, ndaj bie prodhimi, bie eksporti, bie përshkatrohen qindra dhe mijëra vende pune dhe ikin qytetarët. I nderuar zotëri, çështja e narkoshtetit në Shqipëri është çështje themelore. Është vorbulla që po i përpin shqiptarët, është vorbulla e zezë që po i përpin shqiptarët. Është jashtëzakonisht e trishtueshme për mua kur shoh gjithë ato shkrime, gjithë ato dokumentar të televizioneve më serioze të botës për narkoshtetin në Shqipëri dhe nuk ka një media shqiptare që të ketë një dokumentar të tillë. Nuk ka një gazetar që të bëjë një hetim